Horoskopi ditor e hënë 16 qershor 2025. Horoskopi ditor i Dashit 16 qershor 2025. Dashi, dita e re sjell mundësi për vetëreflektim. Ndërsa Marsi ndikon në sektorin tuaj të komunikimit, do të ndjeni një rritje të qartësisë shprehëse. Përdoreni këtë energji për të zgjidhur keqkuptimet e mbetura. Profesionalisht, përqendrohuni në zhvillimin e aftësive të reja. Ndjekjet e arsimit do të theksohen sot. Kërkoni mundësi për rrjedhim pasi ndërveprimet shoqërore do të jenë të dobishme. Në aspektin e marrëdhënieve, kanalet e hapura të komunikimit do të forcojnë lidhjet. Në çështjet personale, përqafoni ndryshimet e nevojshme. Rritja vjen nga dalja nga zonat e rehatisë. Në frontin e shëndetit, ruajtja e ekuilibrit është thelbësore. Angazhohuni në aktivitete që nxisin qetësim mendore. Strategjitë financiare kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm. Prandaj shmangni shpenzimet impulsive. Ndërsa Venusi rrit në mënyrë delikate aftësitë tuaja krijuese, eksploroni hobi artistike. Përqafoni ritmin e jetës dhe qëndroni të adaptueshëm për të përballuar me sukses sfidat. Optimizmi juaj do të tërheqë pozitivitet, duke e bërë ditën e sotme ideale për të hedhur themelet për suksesin e ardhshëm. Ky udhëzim qiellor e shtyn Dashin përpara në një rrugë të vetëzbulimit. Horoskopi ditor i Demit 16 qershor 2025. Demi, yjet sjellin një ndjenjë stabiliteti. Hëna në shtëpinë tuaj të financave ju nxit një vështrim më të afërt të buxhetit tuaj. Është një ditë e mirë për të rivlerësuar shpenzimet tuaja dhe për të përcaktuar përparësitë e kursimeve. Profesionalisht, progresi qëndrueshëm është në pritje. Durimi jep rezultate pozitive. Në romancë, gjesti mbështetës si një partneri forcon lidhjen tuaj. Beqarët mund të gjenë diskutime kuptimplote që çojnë në lidhje të reja, duke nxitur një kuptim më të thellë. Projektet personale përfitojnë nga përkushtimi i fokusuar. Besoni intuitës suaj për t'ju udhëhequr drejt suksesit. Nga ana shëndetësore, është e rëndësishme të përcaktoni përparësinë e aktivitetit fizik. Një shëtitje e shpejtë ose një seancë e butë joge ju rimbush energjinë. Çështjet familjare mund të kërkojnë vëmendje. Adresoni problemet me empati dhe diplomaci. Ndërsa Merkuri rrit komunikimin, paraqitja e ideve me besim ju pozicionon në mënyrë të favorshme. Kreativiteti lulëzon, eksploroni rrugë të reja artistike ose rishikoni hobi. Praktikimi i mirënjohjes forcon vendosmërinë tuaj. Lejoni që energjitë e sotme të mbështesin ambiciet, duke hapur rrugën për triumfet e ardhshme. Demi, natyra juaj e besueshme është aseti juaj sot. Horoskopi ditor i Binjakëve 16 qershor 2025. Binjakët premton energji dinamike me Merkurin që ndikon në sektorin tuaj të marrëdhënieve. Komunikimi rrjedh lehtë, duke ndihmuar ndërveprimet personale dhe profesionale. Është një kohë ideale për të shprehur mendime dhe për të negociuar marrëveshje. Në punë, idetë inovative nxjerrin në pah përshtatshmërinë tuaj, duke hapur rrugën për njohje. Përqafoni punën në grup për të nxitur suksesin, por siguroni ekuilibrin në përpjekjet bashkëpunuese. Rrethet shoqërore zgjerohen. Njohjet e reja sjellin perspektiva të reja. Lidhjet romantike thellohen, binjakët beqar mund të përjetojnë takime të papritura që lulëzojnë në mundësi për dashuri. Rritja personale theksohet. Nisni një udhëtim vetëpërmirësimi. Praktikat reflektuese, si mbajtja e një ditari, ofrojnë qartësi. Nga ana shëndetësore, vëmendja ndihmon në menaxhimin e stresit. Praktikoni frymëmarrjen e thellë për të përqendruar në veten tuaj. Financat kërkojnë një qasje praktike. Krijoni një plan të menduar mirë për të menaxhuar burimet me mençuri. Kreativiteti frymëzon ndjekje të reja. Prandaj angazhohuni në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj. Elokuenca juaj hap dyert, duke ju lejuar të lulëzoni në ndikimin qiellor të sotëm. Binjakët, shfrytëzoni këtë energji të gjallë për të frymëzuar progresin. Horoskopi ditor i Gafores 16 qershor 2025. Gaforia, dita e re hedh dritë mbi përmbushjen personale ndërsa dielli kalon në përshenjën tuaj. Ju inkurajoheni të përqendroheni në kujdesin për veten dhe marrëdhëniet ushqyese që ju ngren moralin. Profesionalisht, qartësia në qëllime çon në përparim, merrni iniciativë, por qëndroni të duruar. Kërkoni mentorim për të përsosur aftësitë, duke siguruar rritje profesionale. Lidhjet ndërpersonale lulëzojnë dhe dinamikat familjare përmirësohen. Ndarja e emocioneve nxit mirëkuptimin. Jeta dashurore lulëzon ndërsa partnerët vlerësojnë sinqeritetin tuaj.
Beqarët që dëshirojnë lidhje më të thella mund të gjejnë se është koha për të parafruar dëshirat me veprime. Përfitimet shëndetësore nga një qasje holistike, duke përfshirë mendjen, trupin dhe shpirtin. Në çështjet financiare, përqendrohuni në stabilitetin afatgjat. Bëni buxhet për aspiratat e ardhshme. Shfaqen njohuri krijuese, duke udhëhequr vetëshprehjen përmes përpjekjeve artistike ose projekteve të përmirësimit të shtëpisë. Kontemplacioni reflektues ndihmon qartësinë, duke e bërë meditimin një mjet të fuqishëm për paqen e brendshme. Shfrytëzoni energjitë harmonike të sotme për të ndërtuar një themel të fortë, duke amplifikuar forcën tuaj emocionale. Gafore, besoni instinkteve tuaja dhe lejoni që intuita të udhëheqë ndër veprimet dhe vendimet tuaja. Horoskopi ditor i Luanit, 16 qershor 2025. Luani, ju fton të përqafoni ndryshimet transformuese me krah hapur. Me Marsin që energjizon sektorin tuaj të kreativitetit, kanalizoni këtë vitalitet në projekte që ndezin pasionin tuaj. Në punë lindin mundësi leadershipi, besoni në idetë tuaja inovative për të frymëzuar progresin. Takimet shoqërore sjellin biseda tërheqëse, duke paraqitur shanse për të thelluar lidhje. Në romancë, komunikimi i sinqert është jetësor. Adresoni çështje drejt për drejt për të forcuar lidhje. Beqarët mund të gjejnë shkëndija të reja brenda diskutimeve intelektuale, duke nxitur lidhje kuptimplote. Jepini përparësi shprehjes së vetes përmes përpjekjeve artistike, pasi kreativiteti ushqen shpirtin tuaj sot. Shëndeti kërkon vëmendje për të ekuilibruar. Angazhohuni në aktivitete që parafrojnë mirëqenien fizike me paqen mendore. Vendimet financiare kërkojnë konsiderat të menduar. Kërkoni këshilla nga ekspertët para se të investoni. Yjet inkurajojnë eksplorimin përtej të zakonshmes, duke zgjeruar horizontet tuaja dhe duke udhëhequr rritjen personale. Ndërsa njohuritë intuitive dalin në pa, besoni busullës suaj të brendshme. Kjo çon në përvoja pasuruese. Luani, guximi juaj shkëlqen dhe përgatit terrenin për rritje në të gjitha aspektet e jetës sot. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 16 qershor 2025. Virgjëresha, kjo ditë ofron mësime mbi përshtatjen, ndërsa hëna nxjerr në pa natyrën tuaj analitike. Profesionalisht, fleksibiliteti është çelësi për të përballuar sfidat e sotme. Qëndroni të hapur ndaj zgjidhjeve alternative. Bashkëpunimet frymëzojnë rritje. Ndarja e njohurive u sjell dobi të gjithëve. Ndërsa Venusi ndikon në sektorin tuaj financiar, investimet e kujdesshme fitojnë terren, duke forcuar sigurinë në të ardhmen. Në marrëdhënie, kompromisi çon në harmoni. Komunikoni hapur për të zgjidhur dallimet. Beqarët mund të zbulojnë potencial romantik në takime të rastësishme. Zhvillimi personal përqendrohet në zgjerimin e aftësive. Merrni në konsiderat punëtori ose kurse për të rritur ekspertizën. Përfitimet shëndetësore nga krijimi i një rutine të ekuilibruar, ushtrimet e rregullta dhe të ushqyerit e kujdesshëm janë thelbësore. Impulset krijuese mund të kanalizohen në projekte praktike në shtëpi, duke rritur rehatin tuaj. Ndërsa Mërkuri nxit komunikimin, diskutimet e vendosura do të çojnë përpara negociatat e bllokuara. Mos harroni të merrni momente për vetreflektim, duke vlerësuar udhëtimin tuaj deri më tani. Virgjëresha, shfrytëzoni njohuritë kozmike të sotme për të parafruar veprimet tuaja me ambicjet, duke e çuar përpara rrugën tuaj drejt përmbushjes dhe suksesit. Horoskopi ditor i Peshores, 16 qershor 2025. Peshorja, dita e re, përqendrohet rreth ekuilibrit, ndërsa Venusi zbukuron sferën tuaj shoqërore. Përpjekjet bashkëpunuese në punë japin rezultate të dobishme, ndërsa balanconi kontributin me zgjidhje inovative. Partneritetet lulëzojnë në ndikimin e Venusit. Përqafoni mundësitë për të zgjeruar rrjetin tuaj. Në romancë, sinkronizimi me partnerin tuaj thellon lidhjen, ndërsa beqarët mund të hasin perspektiva premtuese në ngjarje shoqërore. Kultivimi i harmonisë ushqen rritjen personale dhe emocionale. Përpjekjet krijuese janë në fokus. Angazhohuni në aktivitete që zgjojnë shprehjen artistike. Financiarisht, energjitë e sotme inkurajojnë planifikimin strategjik. Merrni në konsiderat qëllimet e ardhshme ndërsa menaxhoni me kujdes burimet aktuale. Reflektimi personal i mbështetur nga meditimi ofron qartësi mbi qëllimet. Shëndeti lulëzon në rutinat e ekuilibruara, duke integruar ndërgjegjësimin ushqyes me aktivitetet fizike. Përqafoni kohën për relaksim. Kjo rimbush shpirtin tuaj. Aspekti i favorshëm i Mërkurit rrit komunikimin, duke hapur rrugën për dialog të thelluar.
Peshorja, përfitoni nga energjia e ekuilibruar e sotme për të nxitur përparimin në marrëdhënie, përpjekje dhe ambicie, duke vendosur një skenë të qetë dhe frymëzuese. Horoskopi ditor i Akrepit, 16 qershor 2025. Akrepi, dita e re sjell mundësi transformimi ndërsa Marsi ushen shpirtin tuaj aventures. Rritja profesionale është e mundur ndërsa përqafoni qasje inovative. Jini të guximshëm dhe vizionar në planifikimin tuaj. Rrjedhëzimi ofron lidhje të mundshme që forcojnë ndjekjet e karrierës. Në marrëdhënie ndershmëria nxit besimin. Merrni në konsiderat biseda më të thella për të forcuar lidhjet. Beqarët mund të gjejnë ndjenja të reja që zhvillohen në marrëdhënie kuptimplote. Aspiratat personale fitojnë vrull, vendosja e qëllimeve të qarta ndihmon në manifestimin e dëshirave. Është një kohë e dobishme për vetanalizë, duke vlerësuar drejtimet dhe aspiratat e jetës. Nga ana shëndetësore, rutinat aktive energjizojnë. Prandaj sigurohuni që aktivitetet fizike të përputhen me qëllimet e mirëqenies. Financiarisht, vëmendja kujdesshme ndaj zakoneve të shpenzimeve përmirëson stabilitetin. Merrni në konsiderat investimet afatgjata. Projektet krijuese lulëzojnë, të mbështetura nga energjia dinamike e sotme. Qëndroni të hapur për të mësuar aftësi të reja, duke nxitur përparimin personal. Kjo ditë ju inkurajon të përqafoni transformimin me guxim dhe vendosmëri, duke formësuar rrugën tuaj të ardhshme. Akrepi, ndikimet kozmike të sotme juftojnë të eksploroni sfera të panjohura dhe të shfrytëzoni forcën tuaj të thellë për rritje dhe zbulim. Horoskopi ditor i Shigjetarit, 16 qershor 2025. Shigjetari, kjo ditë thekson eksplorimin ndërsa Jupiteri energjizon horizontin tuaj. Profesionalisht, idet fluturojnë. Fryma juaj inovative hap rrugën për përparime. Bashkëpunimet nxisin kreativitetin, duke e bërë ditën e sotme ideale për arritjet e ekipit. Në marrëdhënie, spontaniteti nxit gëzimin, duke forcuar lidhjet me të qeshura dhe zbulime të përbashkëta. Beqarëve u këshillohet të eksplorojnë rrugë shoqërore, duke zbuluar lidhje romantike të papritura. Rritja personale qëndron në zgjerimin e botës suaj. Merrni hobi të reja ose eksploroni interesa kulturore që stimulojnë shpirtin tuaj. Shëndeti përmirësohet me përpjekje fizike aventureske. Merrni në konsiderat aktivitete në natyrë që fuqizojnë. Financiarisht, një qasje pragmatike siguron burimet. Prandaj planifikoni shpenzimet me mençuri. Me njohuri intuitive që dalin në pa, besimi në ndjenjat e brendshme udhëzon zgjedhje të dobishme. Përpjekjet krijuese gjen drejtime të reja në ndikimin e Mërkurit, duke e bërë atë të frytshme si për ndjekjet profesionale ashtu edhe për ato personale. Shigjetari, inkurajoni anën tuaj aventureske të lulëzoj, duke quar në udhëtime të frytshme në çështjet e zemrës, karrierës dhe aspiratave personale. Lëreni optimizmin ta udhëheqë ditën tuaj drejt horizonteve të reja. Horoskopi ditor i Bricjapit, 16 qershor 2025. Bricjapi, kjo ditë fton qëndrueshmëri ndërsa Saturni amplifikon disiplinën mes rrethanave në ndryshim. Profesionalisht, përgjegjësia çon në njohje, planifikimi sistematik rrit produktivitetin. Pozicionimi i vetes si një shok skuadre i besueshëm gjallë besimin, duke quar përpara qëllimet e karrierës. Në aspektin e marrëdhënieve, kultivimi i stabilitetit me partnerët forcon intimitetin, duke nxitur lidhje më të thella. Beqarët mund të gjejnë potencial në ndërveprimet e vazhdueshme shoqërore duke hapur shtigje drejt angazhimit. Zhvillimi personal lulëzon përmes këmbënguljes në aktivitete ndërtimi aftësish. Kurset ose hobi pasurojnë njohuri. Financiarisht, strategjizimi i investimeve forcon sigurinë në të ardhmen, duke siguruar rritje të qëndrueshme. Shëndeti ka përparësi, balanconi punën dhe kohën e lirë për mirëqenie holistike. Përqafoni qëndrueshmërinë, zbatimi praktikave të vetëdijshme në të gjithë rutinën promovon vitalitet afatgjat. Teknikat e themelimit ofrojnë paqe mes rrjedhës energjike të sotme. Në ndikimin e Mërkurit, artikuloni ambiciet me besim, duke i quar bisedat përpara. Ky integrim i disiplinës dhe përshtatshmërisë e pozicionon Bricjapin në mënyrë të favorshme për të arritur aspiratat duke ruajtur integritetin. Energjia e sotme mbështet themelet për zhvillime transformuese në të gjitha sferat e jetës. Horoskopi ditor i Ujorit, 16 qershor 2025. Ujori, inovacioni lulëzon ndërsa Urani energjizon ndjekjet tuaja krijuese. Rrugët e karrierës eksplorojnë territore të paeksploruara. Kërkoni mundësi të reja që përputhen me aftësi unike. Partneritetet favorizohen.
përpjekjet bashkëpunuese sjellin njohuri të dobishme. Në marrëdhëniet personale, mbajtja e dialogëve të hapur rrit mirëkuptimin. Beqarët mund të shijojnë takime spontane që çojnë në lidhje të qëndrueshme. Zbulimi dhe liria formësojnë ndërveprimet, duke inkurajuar pavarësinë brenda shoqërive. Shëndeti lulëzon përmes rutinave jo konvencionale që kapin energjinë shpikse. Eksploroni aktivitete që ushqejnë si trupin ashtu edhe shpirtin. Fleksibiliteti financiar është i kujdesshëm. Mendoni jashtë investimeve konvencionale për të stabilizuar burimet në mënyrë krijuese. Objektivat personale përputhen me përvojat kolektive të të nxënit. Angazhohuni në aktivitete në grup për rritje të përbashkët. Mërkuri ndikon në komunikim, shprehni idetë në mënyrë të qartë për të nxitur bashkëpunimet. Përqafoni momentet e vetmisë për reflektim dhe planifikim. Ato ofrojnë qartësi dhe drejtim. Ritmi kozmik fton përpjekjet e të menduarit përpara duke e shënuar ditën e sotme si ideale për inovacion dhe ndryshim. Ujori, lejoni që shpirti juaj vizionar të udhëheqë hapa transformues duke hapur rrugën për inovacionet e ardhshme. Horoskopi ditor i Peshqve, 16 qershor 2025. Peshqit, intuita mbretëron ndërsa ndikimi i Neptunit thellon aftësitë tuaja perceptuese. Hapësirat profesionale lulëzojnë ndërsa përshtatshmëria juaj përqafon rrethanat në ndryshim. Besoni instinkteve për të lundruar në ndryshime. Përpjekjet e ekipit përfitojnë nga kontributi empatik ndaj zgjidhjeve. Në dashuri, thellësia emocionale nxit intimitetin, duke ndihmuar mirëkuptimin e ndërsjellë. Beqarët mund të gjejnë takime sinkronike që çojnë në lidhje të thella, duke përzier romancën me empatinë. Kreativiteti është i bollshëm, angazhohuni në sipërmarrje që pasqyrojnë vizione të brendshme dhe imagjinata artistike. Shëndeti ushqehet nga praktikat delikate të mirëqenies. Jepni përparësi teknikave të relaksimit që balancojnë energjitë emocionale. Vendimet financiare kërkojnë konsiderat të kujdesshme. Mbështetuni në largpamësi më shumë se sa në impuls për siguri të qëndrueshme. Rritja shpirtërore dhe personale theksohet. Eksploroni praktika që thellojnë vetëdijen, duke forcuar qëndrueshmërinë emocionale. Rrymat nëntoksore komunikuese nxjerrin në pa shkëmbimet e përzemërta. Qasuni ndërveprimeve me dëmshuri dhe sinqeritet. Peshqit, energjitë e sotme mbështesin introspeksionin dhe zgjerimin, duke fuqizuar udhëtimin tuaj drejt vetëzbulimit, duke pasuruar përvojat personale dhe komunale me inteligjencë emocionale. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.